Nëse pyeteni, kush është shoku më i ngushtë i juaj? Përgjigjja është Kurani. Kuranin kur je në depresion, në mërzi, në probleme, merre, lexo Kuran në gjuhën shqipe, dëgjo në gjuhën arabe. Vjen një njeri tek Imam Aliu, paqja Zotit qoftë mbi të, aty ishte edhe profeti. Dhe ankohet, thotë, kam shumë problem, jam shumë depresion, shumë presion, shumë mërzi. Çka me bë? Merre, thotë, lexo Kuran. Edhe dytën ditë, merre, lexo Kuran. Por dikush e ka keq kuptu leximin e Kuranit. Gjërisa ti e lexon Kuranin, ti duhet me gjetë zgjidhje për problemin tënd. Kur ki ndonjëherë një shqetësim të madh, vetëm hape Kuranin me Bismillah, ja feta, dhe ke me parë që në atë faqe diçka të ka ardhur ty një shenjë, një udhëzim. Prandaj, përdoreni Kuranin në çdo moment të jetës. Lexojeni së paku një faqe në gjuhën shqipe, është më e vlefshme se sa një sure Yasin që e këndon dhe nuk ja kupton se kuptimin e asaj sure. Prandaj, kur jeni në depresion, kur jeni në mërzi, vetëm merrni, lexoni Kuran, aty keni zgjidhjet, solucionet se çka duhet të bësh. Ndonjëherë, një fjalë e Kuranit është shkëndi për ty, për problemin tënd. Mos harroni, bëni follow, bëni like në TikTok, Iqbale Kosova, në Facebook, Iqbale Berisha Uduti, Instagram, Iqbale 2002, 2022, në YouTube, Iqbal me G, Uduti. Ju faleminderit shumë kollaj, vetëm tek follow. Ju dua shumë vëllezër e motra të dashur.